Më kujtove hadithin e bukur ku kalon përpara dërguarit të Zotit lartësuar dhe një grup besimtarësh, një njeri i cili i mahniti me fizikun e tij. I thanë oj dërguari i Allahut. Pra po kalonte, ishte në punën e tij. Thanë oj dërguari i Allahut, ky njeri me këtë fizik, sikur ta vendoste këtë energji, këtë fuqi në rrugt të Zotit. Dhe kishin për qëllim përballjen me armikun në momente të caktuara kur ta lipste nevoja. Thotë dërguari i Zotit, dhe këtu ndreqi atë konceptin e të qenurit në rrugë të Zotit, dhe të qenurit produktiv. Pra edhe pa bërë diçka që ndoshta tërheqësh vëmendjen e njerëzve. Thotë nëse ai ka dalë prej shtëpisë së tij për të ushqyer fëmijët e tij, është në rrugë të Zotit, shumë produktiv, pra është hero. Nëse ka dalë për të ushqyer, për të ndihmuar, për mbajtur familjen e tij, prindrit e tij, bashortën, është në rrugë të Zotit. Por edhe nëse ka dalë nga shtëpia për të punuar dhe për të ruajtur dinjitetin e tij, dhe për mos u lipur njerëzve, është në rrugë të Zotit të lartësuar. Pra e zgjeroi konceptin e të qenurit dhe atë rrezën e të qenurit në rrugë të Zotit të lartësuar, apo të qenurit produktiv. Prandaj edhe nëse qëndrojmë në pozicionet tona, edhe nëse dikush ja qëllon në statusin e të qenurit prind, apo të qenurit hoxh, apo të qenurit fëmijë, apo në punës, në atë pozicion që ja ka caktuar Zoti i lartësuar, me të vërtetë që është hero dhe jo vetëm kaq, mirë po është duke dhënë atë mesazhin e tij, është duke e përcjell dhe duke frymëzuar ndoshta edhe pa qëllim. Ndoshta edhe pa qëllim është duke bërë diçka të tillë. Pastaj ne mund të jemi produktiv, dikush mund të jetë produktiv qoftë me niyet. Është ai hadithi i mrekullueshëm ku pejgamberi alayhisalam thotë do të gjeni në këtë dunja katër kategori njerëzish. I pari është ai i cili ka dhënë Allahu i lartësuar edhe pasuri, po edhe vetë dije fetare. E merr të pasurinë dhe vendos në mënyrën më të mirë. Pa bën dobi, shpenzon prej saj. Dikush ka vetë dijen fetare. Mirë, po nuk e ka pasurinë. Ai arri gradën e këtij të parit me niyet. Dhe thotë nëse mua Allahu më jep do bëj të njëjtën gjë. Dhe ky është hero, dhe ky është produktiv. Po ashtu sa bukur dikush mund të jetë hero dhe mund të jetë produktiv me dashamirësinë e tij. Do të mirë njerëzve, lutet për ta. A nuk thotë Xheriri ibn Abdillah, unë i kam dhënë besën, radhiyallahu anhu i kam dhënë besën të dërguarit të Allahut të lartësuar, se do të jemi përpikt në faljen e namazit, në dhënien e zakatit dhe do të kem dashamirësi të theksuar për çdo musliman, për çdo njeri të mirë. Pra, qoftë me zemër. Nëse më lejon dhe një detaj që më kujtuar tani shumë i rëndësishëm, është hadithi madhështor ku pejgamberi alayhisalam thotë, më i miri prej jush, pra më i miri njerëzve është ai khairukum men yurja khairuhu wa yu'man sharruhu. Më i miri prej jush është ai i cili të tjerët që thjesht e shikojnë atë, kanë pritshmëri shumë të lartë prej këtij njeriu, presin hajër prej këtij njeriu. Dhe janë të sigurt nga dëmi i tij, nga sherri i tij. Dhe më i keqi është ai i cili të tjerët nuk kanë pritshmëri. Nuk buron hajër, nuk buron mirësi prej tij. Dhe nuk janë të sigurt nga dëmi i tij.